shejtani ka shumë mjete që do njëri me mashtru. Një për mjeteve tina është vezvesja. Me bo njëri vezvese. Me cyt në mejdanet ndryshme. Duke fillu në besim. Kere vinë dë njerëz në kohë të hoqë, po vinë dë mendime për Zotin, për ta, po du me lujt, unë s'menaj kështu ta, vezvesesh, mos e mërzet. Sa është kja jotja? Për e sa ti pe uran, ti nuk pe dënë, sa është kja jotja? Mos e mërë me ta. A i dënë me e shqetsu njerin, me thonë që fa muslimone ti, ku për të shkëmene aty? Kësha ati ka me dert imani jonë. Që njerin me e shqetsu, me dekuraju, apo, mos e mërë me ta. Kjo vezvese, lërgohu për saj. Heq mos e mërë me ta. Nga se shejtani do me të si në këtë rreth, e pastaj me të bo, si kur së të popullën për kur gjeq. Andaj, vezvese është për ti, normal është. A është normal për një armiku marë me folë keq për ty? Normal është. Andaj, kuptoje normal vezvese në shejtanit edhe refuzoje. Vjene bën njërin vezvese në abdes. E din që ka la dorën të se lave, laje dhe herë. Ka 5 herë la dorën. Apo, i bjen mes kokës mirë, po vjen që në thotë, si ka ra mes, edhe herë, o 5 mes, ka 3-4 herë mes kokës. Ka gjysë satin banja. Apo, jo po getë u pastrova, jo su pastrova mirë. O 5, vezvese Allah, le këtë punë. Hajkëshin me të shkatru me këtë punë. So njerëz i një e kanë lonë namazin, s'falet mu, fatkeqësisht, për shkak se shejtani ka bu vezvese në abdes. S'moj tha me qëndru mu, po të një tha me mlut me atë, ka 10 herë të uinë në vetësi, merë abdes, dir. Po Allah, merë abdes njerë, kru bu puna. E ke latë, s'pre që të la me lakt. Edhe si të ke kry një gjimtyr. Don kur e kim ra me as kokës, e s'ke mujt me shku të koka pa i la dur, të e ki la dur, le këtë punë. Por ajtë qyrë me i bu njerë vezvese, posa qërisht, ata që kanë fillu sefte me u falë, ose janë fillim, ata qyrë me i shkatru me këtu vezvese. Mos e merë me to, largohë për kësaj. E kanë një djetar, ka pasamnin e Shabi Rahimullah, i kanë thonë, orë njëri ka pytë, ka thonë, nëse një njëri gjuhët në lumë, qërë dinë si ndrejgje bënë vezvese. Dhe më ruje për kësaj, mos e lemet bëkë shë vezvese. Thot një njëri, nëse në lumë gjuhët, gjuhën në lumë, hinderin, po është e del. Thot, edhe është shybe, a u la, su la. Thot, kjo njëri, që ka me bo, a me mara për të abdes me saj? Kjo Shabi kom pak edhe njëri, ma i rrëpe, që ka lonë kësi vezvese. Ka thonë, kjo njëri, se ka bërës mu la mu, pas ka lujtë. Që njëri lujtën, se ka bërës mu la, as mu falë, se njëri lujtën është. Që është njëri gjuhët në ujë komplet, hin njibër, deri në fell, edhe del për ujët, edhe petë ka shybe, e ka prek ujtë të nënë se ka prek. Po kjo vezvese është. Hin namaz Allah akbar, që të u falë mas mire, s'po di, a kënova mërë elhamin, apo në sejde, s'po gëzbona sejde. Subhanallah, maj me të ishë për ule Allah, a i vjen të bën vezvese, të bën shybe. Prandaj, kjo është mjeti ti që duhet më rujtë për kësaj, të bën vezvese, deri në atë mosë që thash, vallaj, ka njerëz që si pasuj e ngarkesave të shumë të pej vezveseve, e kanë lonë namazin, e kanë lonë nështë edhe në gjinimin, se s'ka mujt me i përbalu presionit matë të vezveseve. Ose vezveseve shumë kalaj, mos u merë me ta. Mos u merë me ta. Ti e din sa i ke falë. Shumë thjesht. Ndërtoje çdo veprim mbindje. Unë e di se lava, e mur fund kjo punë. E di se bona sejdë, vazhdo me tutje. Unë e di se ndërçat tret kesh. Së në boti 4 kjo, se i treti ke. Ose e di shumë mirë që kënë rëshat 4, që ka u botash për erë bu i treti, së në bota i treti, se i 4 ke. Ndaj vazhdo me bindje.